Hapat për deklarimin e diva 2025. Në këtë video do t'ju udhëzojmë hap pas hapi për mënyrën e dorëzimit të deklaratas individuale vjetore të të ardhurave për vitin 2025. Për të dorëzuar diva 2025, hyni në faqen zyrtare të administratës tatimore në seksionin Individ dhe klikoni tek I Shërbime. Nëse jeni individ që deklaroni për herë të parë, fillimisht duhet të regjistroheni dhe më pas të vijoni me procesin e plotësimit dhe dorëzimit të deklaratës. Për t'u regjistruar, klikoni Regjistrohuni këtu. Plotësoni saktë të dhënat tuaja sipas rubrikave përkatëse. Lidhur me të dhënat që përmbajnë karaktere të veçanta, siç janë gërmat Ç dhe Ë, ato duhet të plotësohen saktë, ashtu siç janë të dhënat në regjistrin e gjendjes civile, pasi regjistrimi nuk mund të përfundojë me sukses. Si një individ i regjistruar, ju mund të kryeni deklarimin në llogarinë tuaj elektronike duke vendosur numrin personal të identifikimit ID dhe fjalëkalimin e vendosur gjatë regjistrimit në e-filing ose nëpërmjet llogarisë suaj personale në portalin e-Albania. Në menun Deklarata, klikoni në rubrikën Tatimi mbi të ardhurat personale. Klikoni mbi butonin Krijo deklarat dhe përzgjidhni periudhën. Në këtë rast, janar-dhjetor 2025 apo 25A. Pas krijimit me sukses të deklaratës në seksionin A, plotësoni fushat e detyrueshme me të dhënat e përgjithshme të cilat janë të shënjuara me asteriks. Në seksionin B të deklaratës do t'ju shfaqen të paraplotësuara të dhënat për të ardhurat vjetore bruto nga pagat dhe tatimi përkatës i paguar, të cilat janë deklaruar gjatë vitit në listë pagesë, si dhe të dhënat e të ardhurave për të cilat është deklaruar dhe mbajtur tatimi në burim. Për llojet e tjera të ardhurave bruto të realizuara brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë, të dhënat duhet i plotësoni manualisht. Sistemi në mënyrë automatike do të përllogarisë vlerën e tatimit për t'u paguar. Pas plotësimit të deklaratës individuale vjetore të ardhurave, zbritjeve të aplikuara dhe si rezultati diferencës së shumës së tatimit të llogaritur me shumën e tatimit të paguar, mund të lindë tatimi mbi paguar, vlera e rubrikës 57, për të cilin ju keni të drejtën e paraqitjes së kërkesës për rimbursim, kompensim ose mund të lindë tatimi detyruar për t'u paguar vlera e rubrikës 58, të cilën ju duhet ta paguani brenda datës 31 mars 2026, duke paraqitur pagesën përkatëse në bankat e nivelit të dytë apo në sportelet e postës shqiptare. Pasi të plotësoni deklaratën, mund të kontrolloni saktësinë e saj dhe më pas ta përfundoni atë duke klikuar butonin Dorëzo. Kujdes, deklaroni të ardhurat tuaja të vitit 2025 brenda datës 31 mars 2026.